E zbuluar dhe kontrate e Erion Veliajt me avokatët Amerikanë. Çfarë dim tani për shërbimet që Veliaj ka kontraktuar me ta? Sa para ka paguar dhe sa pritet të kushtoj në vijim? Erdhi Amerikani, kaloi, ja ky është Amerikani. Joshua Roberts. Si e ka? Joshua Roberts. Joshua? Po, Roberts. George. Avokat. Gjë është e sigurt në portret është fiks Amerikan. Është Amerikan, duket 100%, po. Komplet Amerikan është, duket. Tani, zoti Tomori ti na shpjegon që botuar ti, gjere gjatë biletin, ndryshen edhe nga të tjerët, edhe Birni dhe të gjithë kishin botuar, media, por ti kishe edhe kontratën, aty. Kontratën kanë gjithë më se është publike ajo tani... Ne shpjego, po aty e pash të ty unë tani. Çështja është që kjo është kontratë... Se të bëj kefin dhe për këtë punë të i mere si këshu, mund të kem patur dhe tjetë, po? është një kontratë e firmosur në datën 1 mars, mes zotit Erion Veliaj dhe zotit Arber Veliaj dhe kompanisë apo studios ligjore Kasowitz Benson Torres, e cila si objekt parësor ka që studioja amerikane do t'i ofroj zotit Veliaj këshilla konsulencë juridike, mediatike dhe strategjike në lidhje me ndalimin e tij nga SPAK, pra në lidhje me procesin që ai ka në Shqipëri. Ky është shërbimi parësor, ndërkohë që përveç kësaj, shërbimet mund të nën objektin e kontratës, ka dhe shërbime lobimi, pasi studioja avokatore, pra studioja amerikane, do të kryej komunikime për llogari të zotit Veliaj në departamentin e shtetit dhe në agjencitë e tjera ekzekutive të qeverisë amerikane, madje duke bërë, pra sipas asaj që shkruhet në kontratë, duke bërë edhe PR apo PR është fjala. PR, po. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për llogari të zotit Veliaj. Lobim më shumë? Lobim. Pra, gjithë kjo, pra, komunikimet që studioja do bëj me në departamentin e shtetit, potencialisht, në departamentin e shtetit, apo në agjencitë të tjera të qeverisë amerikane, dhe fushata e PR-it që do bëj është qartazi një shërbim lobimi. Është një kontratë e cila nga ana teknike është sipas formatit të marrëveshjes kuadër. Çfarë do të thotë marrëveshja kuadër është kur ti nuk e ke qartë shërbimin apo se sa shërbim do duhet të marrësh, pra di çmimin e shërbimit për njësi, po nuk e ke qartë se sa do të duhet, do të nevojiten ty për të marrë. Në këtë rast çmimi i shërbimit për njësi janë tarifat orare të avokatëve dhe sipas kontratës për zotin Veliaj, studioja ka angazhuar 3 avokatë të cilët kanë tarifa respektive $1,950, $1,275 dhe $500 në orë. Pra për çdo orë që ata do të punojnë për zotin Veliaj dhe për llogaritë të kësaj kontrate, do të paguen me këto tarifa. Shuma totale që është vënë fillimisht, pra si ka parë, si para pagesë, është $300,000 dhe kjo shumë, nëse nuk do të plotësohen orët deri në këtë shumë, zoti Veliaj merr mbrapsht diferencën, por nëse do të ketë nevojë për më shumë orë pune nga avokatët, ai paguan të tjera. Pra është një kontratë e pambyllur totalisht, pra e pa fiksuar në punën e çmimit. Pra mund të jetë më pak se 300.000, mund të jetë edhe më shumë se $300,000. Ka dhe një gjë se vinë gjithmonë në rritje të çmimet. Se kur filloi kjo historia e lobimeve atëre, më duket edhe këta te lapsi ishte përmendin në shkrim. Pra kishim Samir Dahiri loboi, kishte një kosto lobimi rreth $20,000, në mos gaboj. Më vonë ishte Arben Ameda me 150.000, tani erdhi zoti Veliaj dhe ka shkuar 300, dhe nuk dihet sa do shkoj kjo histori tani nëse vazhdohet në këtë drejtim. Po, zoti Bushati? Para e madhe shumë, që mendon ti tani? Po, si pas hallit dhe paraja.
sepse as kujt nuk ka i drejtën, po i ka ato pare të bëj ç'është e mundur për tu mbrojtur. E rëndësishme në këtë fabull, se që Erion Veliaj në imagjinatën tonë ka shumë më tepër mundësi se sa pagesa e kësaj kontrate, kjo është një gjë që nuk diskutohet. Por e rëndësishme për mua është kjo. Erion Veliaj sot mbahet në burg vërtet me vendim gjykate, po me kërkesë të SPAK-ut. Erion Veliaj e ka bërë këtë kontratë kur është ndjerë i rrezikuar. Erion Veliaj është një nga hierarkët e Partisë Socialiste. Dhe Erion Veliaj pra e di më mirë se kushdo tjetër që drejtësinë shqiptare ti edhe mund ta zhbësh duke lobuar në Amerikë. Dhe kjo është përseja e këtyre parave. Sepse duke qenë njeri që e ka njohur sistemin, ky me ato veglat prej Çeliku që edhe ka përdorur në raste tjera drejtësi. Allah dhe Çeliku. E di që në qoftë se ti prek telat e dur në Amerikë, SPAK-u, GKK-oja e këto nga instrumentet të drejtësisë, mundet teorikisht të shndrohen në instrumente vasaliteti. Kështu që janë shumë para, por nuk janë para kot për hallin që ai i ziu ka. Por ama ka edhe diçka. Sepse deri më sot shumica e këtyre që kanë bërë lobim në Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk është se ja kanë parë hajrin. Përkundrazi, disa prej tyre kanë pas probleme. Kujtoj zotin Basha që pati probleme me çështjen e parave dhe lobimin në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Zoti Meta po ashtu pati probleme me çështjen e lobimit në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra, deri tani nuk kemi parë që ja ka parë kush hajrin. Ky është një interpretim, por ka një interpretim tjetër që Meta mund t'i ketë çuar parat kot, ose Sajmir Tahiri mund t'i ketë çuar parat kot, apo Basha parat kot, por sepse dikush tjetër ka paguar më shumë se ata. Sepse Basha u fut në këtë mekanizëm, ne dim që pagoj Rama që Basha të futej në këtë mekanizëm. Pra, në qoftë se është dikush që paguan më shumë se ty, po ty vërtet shkojnë lekët kot. Lodi ti kuptove gjë nga këto 300.000 euro. Dhe në qoftë se sot, ai Erion Veliaj është futur në burg me leje të Ramës, të harxoj sa lek doj. Se Rama ka më shumë lek dhe për Amerikën dhe për të kontrollu SPAK. Dhe me thënë, ikin kota do 300. Unë e shikoj si një strategji tërësisht gabuar zotit Veliaj, edhe mendoj që kjo kontratë që ka lidhur me studion avokatorë amerikane nuk do t'i shërbej për asgjë,